dhe solidaritet. Ishte shtatori vitit 2004 kur Lëvizja Socialiste për Integrim doli në skenë si një zë ndryshe që premtonte të thyente monopolin e forcave politike tradicionale. Përpara saj, askush tjetër i shkëputur nga partia MOM nuk ja kishte dalë të mbijetonte. Në sprovën e parë në zgjedhjet e vitit 2005, LSI arriti të grumbullojë rreth 115.000 vota, të cilat i siguruan 5 mandate në parlament. Ndërsa i rezistoi viteve në opozitë, sirenat e pushtetit rezultuan të ishin njohshëse. Në vitin 2009, LSI tregoi se ishte e gatshme të thyente çdo tabu e të linte më një anë ndarjet ideologjike klasike. Duke shfrytzuar breshësinë e shumicës prej 70 mandatesh të Sali Berishës, 4 deputetët e Metës u bën përcaktues për qeverinë e ardhshme, ndërsa për vetë LSI-n një mundësi e artë për të shtrirë influencën. Pesha e saj pranë pushtetit rritet në mënyrë të shpejtë. Efekti do duke qartë si në zgjedhjet e 2013-s. Meta bën një tjetër lëvizje të fortë, duke e shitur shtrenjtë pozitën e partisë së tij, largohet nga Berisha pak muaj para zgjedhjeve për t'i marrë Edi Ramës edhe më shumë hapësira. Rezultati është befasues, mbi 180.000 vota të përkthyere në 16 mandate. Meta merr postin e kryetarit të kuvendit, disa ministri dhe 10 drejtori, një pushtet që i dha asaj famën se tani e tutje do të ishte aktori pa diskutueshëm politik, nga i cili do të varej se nga tu tanonte peshorja e fitores edhe në të ardhmen. Me këtë famë të ushqyer dhe me punësime në administrat kudo ku kishte njerëzit e saj, në 2017 ndonë se garoje vetme, LSI do të rritej më tej me 45.000 vota, duke zgjeruar dhe grupin e saj parlamentar, i cili arrin në 19 deputet. Zgjedhja e kësaj force politike të konkuronte e vetme la të jashtëtortës së pushtetit. Miler Metën tanim në krye të shtetit dhe me drejtimin e partisë që i kaloi Monika Kryemadhit, LSI do të vuante efektet e të qenurit në opozit. Miti i saj si kingmaker ra e bashkë me të edhe influenca, dalja nga parlamenti dhe braktisja e zgjedhjeve vendore, bashkë me Partinë Demokratike, do të ishte fatale. Zgjedhjet e vitit 2021 ishin një goditje e rëndë për LSI-n. Nga 19 mandate në 2017, ajo ra në vetëm 4 deputet, duke humbur pozitat kyçe në kuvend dhe në terrenin lokal. Largësia nga pushteti dhe grindja të brendshme në atë që mori më pas emrin Partia e Lirisë e dërmuan këtë forcë politike në garën e 11 majit, në të cilat ajo hyri në ombrellën e Partisë Demokratike dhe me Ilir Metën në burg. 4 deputetët u siguruan fal mbështetjes në listat e sigurta të koalicionit, ndërsa në realitet Partia e Lirisë preku fundin me vetëm 27.000 vota, një rekord negativ personal edhe për Ilir Metën. Kutia e vetme ku ai mori më shumë vota se të tjerët ishte ajo e burgut, ndërsa në të gjithë Tiranën nuk arriti dot as 8.000 vota për emrin e tij.